Kjo për qytetarin është inflacion. Është humbje vlerës paras që e ka. Ky nuk do të jetë €1, por €14. Deri para një qershorit, €300 e ka pas shportën, tani do ta ketë €350. Unë jam shprehë në këtë gjuhën popullore që biznesin do të me rujë si sytë e ballit. Na jemi një vend që jemi duke vujt për investimet huaja. Investimet huaja kualitative. Ne do të ky biznes I cili është ngrit dhe përmban shtetin se një shtet nuk mund të ekzistojë pa një ekonomi të zhvilluar. Dhe krejt lufta sot që është duke bë për shqip në mënyrë globale është duke bë një luftë tregtare. Par po kthehem te vendimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, jetë edhe me këtë numër bizneseve që e kem, se po shifet që mezi dhe bile ende nuk e kemi kalu 1 miliardin. Ne jemi shëndru në një vend importues. Ne importojmë 6 miliard, kurse eksportin e kemi vetëm 1 miliard. Domethënë vetëm 17% e mbulojmë bilancin tregtar me eksport. Që në vendet e rajonit janë të bërë reforma me hapa ekstrem të mëdha. Sidomos se për mua është një shqetësim tjetër, për shembull, mos shpejtësia e organeve të shtetit ekzekutivit për mi thjeshtësu procedurat edhe me mundësu edhe panelet solare. Mu kriju dhe fushat e energjisë alternative, se kjo është edhe një çështje shumë... Veç si ekonomist, Luzim, spjegoma edhe efektin zinxhiror, sepse unë ta shita qysh qytetari kishe po kursehet, në fund, çka duhet me prit qytetari nëse biznesi kjo te qytetari... Kalzoma efektin zinxhiror. Efektin zinxhiror shumë thjesht. Kjo për qytetarin është inflacion. Është humbje vlerës paras që e ka. Por arsye se nëse këtë produkt e ka marrë deri më sot €1, ai 100% me çmimin e energjisë elektrike sipas parashikimeve, që e tha dhe kushtrimi, ky për 40% ka mund ngrit. Ky nuk do të jetë €1, por €14. Edhe për qytetarin, vlera e paras, asoj pagë që e ka marrë, ose atim pensionit që e ka marrë do t'ulet me automatizëm. Domethënë nëse deri para një qershorit €300 e ka pas shportën, tani do ta ketë €350 pas një qershorit. Domethënë që po kursehet kishe figurativisht s'po kursehet. Jo, nuk kursehet se ajo automatikisht për çdo prodhime që I prodhojmë na, që ndikojnë drejt për drejt në çmimin e energjisë elektrike, edhe çmimet kanë rritur dhe ajo kam ju fakturu konsumatorit se fundit prodhuesi nuk ajo por konsumon vetë, po e prodhon për konsumatorin. Jo veç tregtis, edhe marketeve, se krejt rrjetet e marketeve I kanë mbi 50 punëtor, krejt ata kanë mirit çmimet edhe të çmimeve tjera. Krejt në mënyrë automatike ka më shku kjo të ju shtrejtu konsumatorit dhe të ju ul vlera e parase duke u rrit inflacionin.